Kush mendon se do të jenë 4 finalistët për çmimin e madh të Big Brother? Miri i pa diskutueshëm. Po. Mendoj që një prej çiftit do të jetë Mateo ose Brikena për se si morri edhe loja. Ashtë Rugerti që duhet me kanë, mendoj unë, se jo edhe Joela. Jashtë, me thonë, Miri është i sigurt. Edhe një Miri, Mateo ose Brikena nga çifti. Po. 2 Rogerti ose Joela, pa diskutim, Selina kalon. Ja, Rogerti, mendoj që është Rogerti. Patjetër një prej çiftit, domethënë është një matematik që ka me lënë njerëz pa kënaqur. Në dilemë. Po, në dilemë. Si shihni hyrjen e Rogertit në Big Brother? Mos hyri pak vrullshëm edhe i lloj këtë lojë me dinamik? Hyrja s'kishte mënyrë tjetër për mu bë faktor, nuk kishte mënyrë tjetër, edhe përse si morri drejtim Bigu këtë vit me ofendime, me dhunë verbale. Rogerti ishte profesionisti i asaj punë. Ishte domethënë mjeshtër. Pavarësisht në 2-3 raste mund ta ketë tepru, po kjo është ajo që kërkoshin. Edhe më mirë se Rogerti nuk e bëte kërkuar. Kishte atë pjesën komike të veten ku i bite derës vetë me kry, dhe mënyra kur kënote ka herë. Rogerti mendoj që nuk ka ofenduar shumë sa kanë ofenduar tjerët, pavarësisht se ai ka dialektin, ndoshta edhe zonin e trashë duket më rëndë se tjerët, ose sepse ka pas njerëz aty që gjatë ditës s'leshin gjë pa thënë, kurse më prajm bashin intelektualin edhe djalin e edukum. Dhe kur vjen puna, intelektual thonë i edukum, domethënë janë ndaxhana që publiku i shef vetëm atë gotën gjys plot si ka qef me e pa. Edhe Rogerti gozhdohet për atë. Rogerti është i sej, si gjatë ditës, si në prajm e ke i sej. Pra nuk është njëri që shpërfiturohet, le ta quajmë. Absolutisht, kurse disa tjerë gjatë ditës ndoshta janë shumë më të pistë në çdo aspekt. Edhe kur vjen puna te prajmi, dojnë me tregu nivel, dojnë me tregu moral që janë falsitet komplet. Si komentoni pjesën se no që ju vetë personalisht kënë dalë nga shtëpia e Big Brother me zarf të zi dhe Rogerti që ka bërë disa le ta quajmë ofendime, të gjithë banorët nuk e ka marrë këtë largim. Unë thash pra, për të njëjtën situatë, as nuk ka ndalë zarf të zi, as ka ndalë as nominim, më sa më kujtohet, edhe banorë tjerë, po sikur unë ja bëna gestin, ose atë veprim, ose kundërshtimin djalit shtëpisë, Kristit, domethënë, kjo ishte ajo që mendoj që në shkoj më shumë. Mendoj që tu e pallë dinamika që ka marrë loja, ajo lën mundësi Kristit aty, ndoshta pa përmendur shumë Kristit, po ja kam thënë në studio të tjera, po them edhe këtu, me mundësitë sa lën Kristit, gjithkusht e kishte fituar. Jo, ai u tregu mos përnjohës me produksionin, sepse kanë lënë mundësi si kanë lënë kuj. A sjell Bigu rreth rrotull Kristit. Edhe unë ndoshta kundërshtova njeriu në gabum. E kuptoj. Sepse edhe tjerë kanë bërë situata të tilla edhe nuk dolen jashtë. Dhe me thonë që nuk është veprimi, por ishte lufta ndaj personit të gabum. Pavarësisht unë ndryshoj mendim edhe më kthy edhe herë Bigu mbrapa, ndoshta gjest nuk e bëj, por pavarësisht se luftën do ta kisha gjithmonë me te, edhe me ato që e kam pas. S'u s'kam qenë luftë me ton, për shembull si ishte Rogerti ose në kusht tjetër. Unë me 4 persona kam bërë, me Brikenin kam pas fillim marrëdhënie të mirë, por kur e pava që filloi të u bë lojnat e Kristit për me nxjerrbof, me Angelon po ashtu, me Ungjinin. Edhe me Kristin, domethënë kam pas luftë me topin, po ta shikosh, më thoi se sepse Eugjini portokallis, Kristi është urban gen. Sërish tek programi. Angelo i tyni, domethënë unë pas kam shkuar lufta me X. Se no, dhe që të pyes, si u ndjeve kur u largua Kristi nga Big Brother? U ndjeve mirë? Unë e kam parashikuar që ai se bën Bigun, nuk po du me bëj si specialistesh, por e kam thënë, aty për sa tim aty s'do ta nominoj, as do ta nominosh akor. Atë person ishte shumë e lehtë me bë me ik vet. Edhe në moment unë 2 javë kam ndaj e qysh, jo 10 ditën e parë kapi malin e. A kupton? Sinqerisht u niva mirë,
po u niva keq, sepse e pava se sa shumë ju dha mundësia atij djalë, u niva keq sinqerisht sepse besunen te njeriu i gabum. Mendoj që shumë dinamika të lojës, shumë gjana u prishen për një kres lamaj. Ju dha e drejta me nda shtratin, që mu ba faktor. Bile disa shumë thoshin te i bane faktor, të i ba debate në fillim, te e neze Kristin, mas i dola. Lexoj zarfin e parë që erdhi në shtëpi. E shumë situata tjera që unë ja kam bë Kristit, por nuk dalin kërkum, domethënë s'kan dal, sepse kishte dinamika tjera biku, edhe nuk ishin interesante për publikun ndoshta. Por sinqerisht e disha atë, edhe u niva mirë që domethënë që arritja të dështim, sepse nuk e shifsha si person, mu më ka keq që ka dal Stine, më ka keq që ka dal. Më ka keq që ka dal Ilir Vrenozi, po për Kristin, Kristi ishte një kopje e shëmtuar e shumë personazheve në Big Brother të viteve të kalume, edhe ishte domethënë një njeri që s'prollot asnjë gjë, po thjesht e bashin faktor. Prishte shtëpinë, për shembull bate rrumuj shtëpinë, në momentin që u bana un lider, shtretnit, i lakte, domethënë dagjeste që janë shumë të ulta. Ke nevojë për ballu me debat, bani batut, bani diçka, ironizo, bani diçka me lan tjetrin po xhuma dhe me acaru. A dhe me bë diçka me ironizu ose po kurse ai Kristi, domethënë ishte i Zoti i shtëpisë, më çka kam kuptuar. E qartë, pyetja që më vjen më tani në këto momente se në është që ju jeni mendimit që Kristi nuk e meritonte gjithë këtë avantazh që është dhënë nga Big Brotheri, domethënë nga vllai i madh? Nuk e meritonte sepse doli një zhgënjim. Mënyra se si doli një zhgënjim. Ai pavarësisht se e shofun mendin ti ka një mendemallësi, edhe një diçka, ka marrë Kristi promovim aty as ka marrë as kërkush tjetër. Domethënë, edhe situata duhet me kanë barabarta, mendoj unë. Po më varet, është edhe çka kërkan publiku, pa mushit tanë të publiku, si 10% e Kristit, po dyshim që e kapin finalen. E qartë. Ju mendoni se Kristi ka zhgënjur produksionin apo ka zhgënjur publikun? Kristi ja shit mirë te publiku. Sepse edhe artisti shitet këngëtari, zakonisht shitet, apo në mënyra se të është si flitet si intelektual. Po mendoj që për jashtë sa ka investuar produksionit ai është një zhgënjim për produksionin. Në mendimin im, po varësisht se si e shohin ata, për mua është një zhgënjim. E qartë. E mjanojmë pak të pjesë. Desha t'ju bëj pyetje në që ju keni qenë një ndër të parat që keni hyrë në shtëpinë e Big Brotherit dhe është përfolur shumë marrëdhënia Selin Miri gjatë gjithë Big Brotherit që nga prajmi i parë deri aktualisht që komentohet akoma çështja e krevatit. Ju keni qenë aty brenda seno dhe e njihni më mirë dinamikën e kësaj loje nga të gjithë të tjerë që e shohim nëpërmjet ekranit. Selina dhe Miri, a kanë pasur diçka mes tyre? Mendoj që Miri është sulmu shumë te kjo lidhje, ka majt barrën edhe të Selins, sepse ka pas situata për shembull ku ajo vetë mund ta kenë thirrë hajde se jam te dushi, ka shku Miri, edhe është bombarduar në rrjetet sociale, po Miri është një djalë me vlera, edhe shiko, në dashni ose nuk mund fitet kur, sepse janë dashuruar njerëz me një njeri që kanë urry, kanë pavarësisht se kanë të martuar, janë divorcuar, kanë filluar lidhje tjetër, nuk mund të thush kur. Ajo deklarata që e gozhdoi Mirin ishte që kjo është një marrëdhënie bab e bi. Pavarësisht se Miri ashtu e ka po, ashtu e ka shpreh edhe ashtu është sjell, po janë gjithmonë disa situata, disa këndvështrime, disa shikime që kanë thënë jo Miri ka diçka më shumë, jo Miri kështu, jo Miri ashtu, mendoj që Mirin e ka dëmtuar, kjo deklaratë ka dëmtuar shumë në opinion, por ajo çka ka bën Miri nuk është se e ka dëmtuar, se po ta shikosh Miri as nuk i ka propozuar për ndonjë gjë më shumë, as nuk ka bën ndonjë gest që me provoku diçka më shumë. Thjesht Miri për arsye të moshës është gozhduar te kjo pjesë. Po nga ana e Selinës si e shihni këtë raport? Lojtare stratege. Selina e artikuluar shumë, unë se loj e vazhdoj edhe që ku është sot, mos me thonë që është 99.9% fituesja e Bigut.
Pra i qëndroni ti mendimit që është 99.9% të fituese e këtij formati, por se në qoftë se aktorisht do të ishe brenda në shtëpinë e Big Brother i sërish ish banori kësaj shtëpie Stenaldo, mendoni se do të ishe një ndër finalistët e këtij formati? Stenaldo, shiko, aty lollen, vjen një moment që është kohë e gjatë, edhe lollet njeriu. Stenaldo të kishte hi, se Stenaldo qysh në fillim 2 ditë me vonesë ka hi. Na kena i çtuar ka hi të martën 3 ditë. Të kishte hi më vonë. Stenaldo për shkak nga mendoj që pa diskutimi kishte kap finalen, sepse ka tregu Stenaldo një argument, ka deklaruar gjithmonë ato gjana me një qetësi fenomenale, kështu që mendoj që e kishte kap mënyrën se si i mendonte gjanat ai edhe se si i shprehte, pavarësisht situatës së tij, tregoj që është superior në intelekt. Në qoftë se ju Seno do të ishit aktualisht brenda shtëpisë, flas për pjesën kur hyri dhe patrioti juaj Luizi. Mendoni se do të kishit bërë një show të paparë së bashku? Unë mendoj që kimia jeme, siç e thash, është humori. Kishe kanë edhe Artankola, edhe Luizi patjetër. Një treshe, 3 musketierët. Po, patjetër, edhe Luizi me ato batutat, sepse ka diçka humorin shkodran, unë fillova të tregu disa histori të mia, se s'kisha nevojë me kupi u kuj. Edhe e kapshin 3-4 vete, e kapte Ilir Venozi, e kapte Lorna, e kapshin 3-4 vete, domethënë batutet, kurse tjerëve u do të më tregu Xhaxhez ose Vjersha për me qesh.